Fituese e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Selin Bollati ka folur për raportin e saj me DJ Gimbon, lidhje që nisi gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe që po vazhdon edhe pas përfundimit të formatit. E ftuar në një emision, Selin u shpreh se marrëdhënia e tyre është ndërtuar mbi komunikimin dhe mirëkuptimin, duke theksuar se asnjëherë nuk e kanë parë veten si një çift në kuptimin tradicional. Nuk e kemi parë asnjëherë marrëdhënien tonë si dy të dashur në kuptimin klasik. Kemi krijuar një raport shumë të shëndetshëm dhe këtë kemi thënë edhe më parë, dhe pse shpesh është keq kuptuar nga publiku, u shpreh ajo. Sipas Selinës, mënyra se si jetojnë lidhjen e tyre i dallon nga shumë bashkëmashatarë të tjerë. Mendoj se nuk i përkasin mënyrës se si gjenerata jone jeton marrëdhëniet, sot gjithçka duket më e komplikuar, sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë, ndërsa ne kemi gjetur ekuilibrin tonë dhe jemi shumë mirë bashkë, deklaroi ajo ndër të tjera. Selin foli dhe për bashkëjetesën me DJ Gimbon, duke treguar me humor se gjithçka po shkon shumë mirë, edhe pse partneri i saj nuk është gjithmonë njeriu më i rregullt në përditshmëri. Pas njohjes në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, çifti ka vijuar marrëdhënien edhe jashtë saj, duke u shfaqur së bashku në evente të ndryshme dhe duke mbështetur njëri tjetrin në angazhimet publike. Na duhet të rikujtojmë se gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme, Selin dhe Gimbo u kritikua për lidhjen e tyre, ku shumë persona e mendonin se ishte fake, por deri më tani ata kanë treguar se janë një çift mjaft i fortë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.